Në prag të nisjes së sezonit veror në Lezhë është zhvilluar një tërheqës koordinuese mes institucioneve lokale, struktura përgjegjëse për turizmin dhe operatorëve të biznesit me fokus përgatitjet për mbarvajtjen e sezonit turistik 2026. Në qendër të diskutimeve ishte menaxhimi i fluksit të pushuesve, përmirësimi i shërbimeve dhe reagimi i shpejtë ndaj problematikave që mund të shfaqen gjatë muajve të verës. Ky komitet në aktivitetin e tij është i domosdoshëm në garantimin e sezonit turistik veror të suksesshëm gjatë vitit 2026. Suksesi I cili arrihet në fakt vetëm në moment një bashkëndimi efektiv në mes të gjitha institucioneve që ne drejtojmë. Duke adresuar të gjitha problematikat që kanë dalë dhe mund të dalin në reale, do të angazhohemi me seriozitet për zgjidhje efektive dhe të shpejtë të tyre, në mënyrë që pushuesit frekuentuesve të plazheve dhe gjithë operatorët turistikë të zgjidhin pallet të jetë sa më pozitiv dhe sa më optimal. Përfaqësues të Bashkive Lezhë, Kurbin dhe Mirdit prezantuan punën e realizuar deri tani në terren, investimin në infrastrukturë, mas për pastrimin e hapësirave publike dhe organizimin e shërbimeve për gjatë vijës zyrtare dhe zonave turistike. Faza parë ishte faza marketimit të turizmit, krijimi I ofertës turistike të përbashkët, duke shikuar që oferta e shëngjit edhe në sezonet e përpashme ka qenë ndoshta për turizëm kombëtar me numra shumë të mira, mendojmë që të dalim edhe në një hapësirë ndërkombëtare. Duke shikuar tregun e Europës Qendrore, morëm pjesë në një panajir ndërkombëtar të Europës Qendrore në Wrocław, Poloni, ku oferta turistike mori çmimin e parë për Lezhën. Ne pritim si test, filluam si test, por doli me çmimin e parë si ajo më tërheqësja që vizitum 250 ekzibitor dhe u shikuar rreth nga një panajir I madh që morën pjesë rreth 20.000 vizitorë në panajër. Për sa I përket sezonit turistik është përqendruar në 3 probleme kryesore. E para është menaxhimi dhe mbajtja e një zone sa me efektive kulinarisë patogut. E dyta promovimi I atraksioneve turistike manore që ne kemi veçanërisht kishave. U kemi parashikuar që të zhvillojmë edhe panajire, siç është panajiri të kisha Shënpremtës Gallat, në kishën e Shëmhirrit Makbar dhe kisha Shëmrisë, gjithashtu edhe e treta është menaxhimi I pelegrinazhit në kishën e Shëndot që kanë filluar do të martat dhe vazhdojnë deri në datën 13 qershor. Në katodën e vjetër është për zgjerimi I një pjesë të rrugës, bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Rruga e Lurës që po bëhet krijon një lehtësim dhe ulje kosto për aksesimin e atyre zonave. Gjithashtu për promovim ne kemi marrë pjesë në shumë panajire, kemi realizuar shumë paketa turistike të cilat ju a kemi ofruar operatorëve shqiptarëve të huaj. Mirdita ka një problem për sa I përket infrastrukturës, duke qenë se është e gjitha pjesa më e madhe infrastrukturë rurale dhe kjo rrit kostot e turizmit atje. Autoritetet vendore parashikojnë që këtë verë Lezhë të regjistrojë një numër më të lartë vizitorësh me plazhe dhe shëngjine të Tales që mbeten destinacione më të frekuentuara të Bregdetit verior.